Thonin njerëzit të sprovum, të tërhequr nga mirësia që dukej në thojza, pra dukej në pamje të parë që kishte Karuni. Thonin wejke en Allahe jebësutur rizqa limen jesha wa yaqdir. Thonin Allahu thot e jep ka rizkun ati që dëshiron dhe e përcakton Zoti Xheleshanu. Ju ka dhonë Karunit një pasuri e madhe, innehu ledhu hadhin adhim, ka një fat të madh. Edhe dëshironin as sikur të ishim edhe neve në vendin e tij, për nga madhështia, edhe për nga pasuria, edhe për nga mirësia ndukje. E Allahu Xheleshanu, siç thuhet në Kur'an, ja ka hap tokën subhanallahu me gjithë pasurie, me gjithë pallate. Allahu e ka fundos mrena me gjithë pasuritë e tij që kishte, edhe me gjithë pallate, me gjithë dijen që kishte. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams, ata cilët dëshironin të ishin si ai dje, ndërkohë që njerëzit e mirë i thonin mos u mashtroni, edhe mos shkoni mbas këtyre njerëzve cilët duket sikur kanë ndikime, se u kanë pasuri dhe se u kanë pushtet, sepse janë rrugë jo të mirë. Nuk ja vete njëri veshin. Ore shifni ke hajri, ke mirësia, nuk ja venin veshin. Mos shifni ke pisliku, nuk ja venin veshin. E kur ndodhi kjo, që Allahu Xheleshanu ju përgjigj lutjes Musait a.s. Kur ndodhi kjo, thonin wajke en Allahe jebësutu rizqa limen jeshau min ibadihi wa yaqdir. Wow, si shtemi neve, wow, duke u habit dhe duke u bo pishman. Allahu ja jep ka pasurin ati që dëshirë, wajke ennehu la yuflihu dhalimun. Wow, nuk boka në hajër, thot zullumqarët, subhanallah. I ka dhënë Allahu Xheleshanu shembuj, duke dash me tregu që ishte mashtrimi më i madh, që njeriu mund të ndjejë me veten e tij që çdo gjë e ka në sajt aftësive të veta, po vetëm mirësi prej Allahut, asnjë gjë tjetër.